Këto gabime që bëni çdo ditë po ju dëmtojnë veshkat. Një ndër faktorët e përditshëm që çon në dëmtimin e veshkave është mospirja e rregullt e ujit. Konsumimi i tepruar i kripës dëmton veshkat dhe sistemin kardiovaskular. Ngrohja e ushqimeve shumë të kriposura rrit tensionin e lartë të gjakut dhe pengon eliminimin e toksinave nëpërmjet urinës. Alkooli jo vetëm që dëmton mëlçin, por ndikon drejt për drejt edhe në shëndetin e veshkave. Mishi i kuq përmban shumë vlera ushqyese, por nëse e teproni me ngrënien e tij, rrezikoni të krijoni probleme me shëndetin e veshkave. Mbajtja e urinës. Të gjithëve na ndodh të shkojmë në tualet në mesin e një takimi të rëndësishëm, por ndërkohë që e mbajmë, nuk duam që të bëjmë një figurë të keqe dhe mbajtja e urinës duket e parrezikshme në fillim, por mund të çojë në inflamacion të veshkave, pasi rrit presioni në traktin tuaj urinar.